Një nga tendencat e punësimit gjatë viteve të fundit është puna remote. Në Shqipëri gjithnjë më shumë po i drejtohen këtij modeli, duke zgjidhur të punojnë në mënyrë të pavarur në vend të një punësimi tradicional. Ekspertët e punësimit argumentojnë se ky trend po ndryshon mënyrën se si kompani tradicionale duhet të operojnë. Lidhet me fleksibilitetin e të punuarit, me orë pune dhe orare të përcaktuara nga ana e tyre. Kanë pagesa të mira sepse pagesat nuk janë me paga mujore, por janë mbi orë pune. Muça thekson se të rinj po investojnë gjithnjë më shumë në aftësi teknologjike për të shfrytzuar këtë mundësi të tregut. Duke qenë se shumica e të rinjve në Shqipëri po investohen shumë me talentin dhe aftësitë e zhvilluara që kanë, kryesisht në funksion të teknologjisë informacionit, mjeti i zhvilluar në dorën e tyre bën që në një formë apo në një tjetër, lehtësia për të punuar në këto forma është shumë më e madhe. Ky zhvillim sjell një nevojë urgjente për kompani tradicionale të përshtaten me realitetin e ri të tregut të punës. T'ia llogarisin dhe vlerësojnë punën të riut mbi bazën e rezultateve dhe produktit që ata realizojnë, jo mbi bazën e orëve të punës në cilin e realizojnë këtë produkt. Së dyti, kompanitë tradicionale duhet të fillojnë të bëjnë një deklasifikim të profileve të punës dhe të pozicioneve të punës me qëllim që të ndajnë ato punë që kërkojnë prezencën e një punojësi 8 orë aty, ato punë që kërkojnë dhe mund bëhen nga distanca dhe ato punë që mund bëhen në mënyrë hibride. Shumica e punëve të menaxhimit të zyrës, dizajnit grafik, marketingut apo PR-it tashmë kryhen nga distanca.